Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ku po vazhdojmë të ritakohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush lajmet më të fundit. Ekskluzivisht Egli Tako ditën e sotme në Instagramin e saj zyrtar ka ndarë dy fotografi nga grimi i cili ka përdorur për projektin e radhës që do ta sjellën. Projekti i radhës që Egli do ta sjellën quhet O Jetë. Një projekt që në fakt sapo e dëgjon titullin të kthen menjëherë në retrospektiv, të kthen në kohë. Flasim për momentet kur Egli brenda shtëpisë të Big Brotherit gjestit i thonte o jetë. O jeta ime, o jetë, do me thënë është një fjalë që Egli e ka përdorur gjatë gjithë kohës në shtëpinë e Big Brotherit. Në shumë gjëra është imituar edhe në portokalli kjo fjala o jetë. Siç duket Egli tashmë do filloj të krijojë projekte të cilat do t'i shkojnë gjestit, por normalisht në këngën e Eglit nuk do ta gjenë vetëm gjesti, por të gjitha ato të cilët ndjehen të dashuruar. Nga të gjitha informacionet që ne kemi arritur të kuptojmë, fillimisht u tha pas ndarjes të Fifi që Egli ka shkuar me 316 Music, por me njëherë pas atij lajmit, Egli siç duket i ka besuar edhe disa projekte, ndoshta një provë tjetër në Jetë Studios apo kompanisë SBS nga Jetmir Agaj. Do të shohim se si do të vazhdon bashkëpunimi. Në fakt Egli nuk ka dhënë detaje se kush do ta punon këtë këngën. Këngën do ta shohim në YouTube dhe aty do t'i kuptojmë të gjitha bashkëpunëtorët që në fakt ky projekt i ka patur, a do t'jetë nga 316 apo do t'jetë nga SBS, por gjithsesi Egli po sjellë një këngë e cila do të merr një popularitet shumë të madh, do të merr një dëgjim shumë të madh sepse është kënga O Jetë, një fjalë që Egli e ka përdorur brenda shtëpisë së Big Brotherit duke ja thënë gjestit. Egli duket shumë e hareshme, kjo kënga sipas asaj që ne kemi arritur të kuptojmë është një këngë aqua, do me thënë ka të bëj me verën, ka të bëj me adrenalinën që na falën vera, do me thënë këtë herë kemi të bëj me ritëm, kemi të bëj me dashuri pozitive, energji të bukur dhe mezi presim që Egli ta lançojë së shpejti këngën. Sot siç duket bëhet xhirimi i videoklipit, pasi që Egli ka hedhur dy fotografi me grimin se si do ta ketë në këngë dhe shumë shpejt me patjetër kënga do të jetë e lançuar në kanalin zyrtar të YouTube-it tek Egli Tako, aty ku ka edhe të postuar këngën Jetë. Do të shohim se për çfarë bëhet fjalë, po nga titulli mund ta kuptojmë që bëhet fjalë për dashurinë e saj të vetë me gjestin, sepse O Jetë, ashtu siç Egli e ka shkruar në këtë foto, e ka përdor në shtëpinë e Big Brother.